Detajet të reja janë zbuluar për vrasjen e dy fish të Baldren të Lezhës, ku u ekzekutuan bashkëshortët Kreshnik Mujeci. Sipas hetimeve paraprake, sulmi u organizua nga persona të armatosur që përdorën dy automjete, një Audi A4 dhe një Golf 5. Njëri prej mjeteve dyshohet se u përdor për t'i bllokuar rrugën çiftit, ndërsa nga automjeti tjetër u hap zjarr me breshëri, duke qelluar 10 plumba në drejtim të tyre. Policia ka identifikuar si autor të dyshuar Renato, Florin dhe Adriano Mhillajn, por ata janë ende në kërkim. Deri tani nuk janë gjetur as armët e përdorura dhe as automjetet, ndërsa hetimet po përqendrohen kryesisht te pista e hakmarrjes apo gjakmarrjes. Nga të dhënat e fundit rezulton se autorët i kanë ndjekur viktimat për disa orë dhe kanë pritur momentin e duhur për të ndërhyrë. Ata kanë vepruar pasi çifti doli nga një lokal, duke e realizuar atentatin disa kilometra më larg. Fillimisht, plani dyshohet se u rrezikua pasi një patrull policie kaloi pranë zonës ku ndodheshin autorët, duke krijuar tension dhe pasiguri. Megjithatë, sulmi u realizua dhe dyshohet se lidhet me një konflikt të vjetër. Rreth 10 vite më parë, Kreshnik Mujeci ishte i dyshuar për vrasjen e Genc Mhillit, por më pas ishte shpallur i pafajshëm nga gjykata. Kjo ngjarje po hetohet si një nga motivet e mundshme të atentatit.